Një gjest i thjesht mirësie mund të ndryshojë rrjedhën e një jete përgjithmonë. Kur mirësia ndëshkohet dhe padrejtësia mbizotëron, disa njerëz zgjedhin të mos heshtin. Kjo është historia se si një akt dëmshurie shkaktoi një luftë kundër një sistemi të korruptuar që shfrytëzonte punëtorët e pafajshëm. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori prekse. Arbery mori frym thellë ndërsa vëzhgonte orën në kroskotin e makinës. Edhe 5 minuta dhe do të mbërrinte saktësisht në punë, ashtu siç kishte bërë gjithmonë gjatë 3 viteve të fundit. Tekniku i informatikës 28 vjeçar kishte zhvilluar një rutinë precize që e çonte nga shtëpia e tij modeste në qendër të Elbasanit deri te dyqani i elektronikës ku punonte, duke kaluar gjithmonë nga i njëjti supermarket ku blinte mëngjesin e tij. Atë mëngjes të së martës, parkingu ishte më i ngarkuar se zakonisht. Arbery parkoi makinën e tij kompakte dhe eci drejt hyrjes kur dëgjoi një zhurmë të mbytur pasuar nga një rënkim dhimbjeje. Ai u kthye instinktivisht dhe pa një grua të rrëzuar për tokë, e rrethuar nga qese të shpërndara dhe duke u përpjekur të arrinte patericat e saj që i kishin rrëshitur larg. "Zonjë, a jeni mirë?" Arbery nxitoi drejt saj me një shqetësim të sinqertë në fytyrë. Gruaja, që dukej rreth të 30-tave, kishte flokë gështenjë të kapur në një topuz të shkujdesur dhe mbante veshur një xhaketë blu marin që tani ishte njollosur nga rrëzimi. "Unë u pengova," mërmëriti ajo, qartësisht e turpëruar. "Patericat më rrëshitën dhe nuk mund të ngrihem dot vetë." Arbery nuk hezitoi. E ndihmoi me kujdes të ulej, pastaj shkoi të merrte patericat dhe filloi të mblidhte gjërat e shpërndara në tokë, dokumente, një makinë llogaritse, disa fruta që ishin rrokullisur në një makinë aty pranë. "Unë jam Arbery," tha ai ndërsa organizonte letrat me kujdes. "Jeni vrarë? Mund t'ju çoj në spital?" "Dafina," u përgjigj ajo, duke pranuar ndihmën e tij për t'u ngritur. "Nuk ka nevojë për spital, faleminderit. Kam një lëndim të vjetër në këmbë, ndonjëherë patericat më tradhtojnë." Zëri i saj kishte një theks që tregonte se nuk ishte nga ky qytet. "Jeni shumë i sjellshëm." Arbery vuri re se ajo dridhej paksa, ndoshta nga tronditja. "Jeni e sigurt që jeni mirë? Mund t'ju ndihmoj t'i çoni blerjet deri te makina?" Dafina hezitoi për një moment, pastaj pohoi me kokë. "Nëse nuk ju prish punë makina ime, është ajo bluja atje." Ndërsa ecnin ngadalë nëpër parking, Arbery zbuloi se Dafina ishte kontabiliste dhe ishte shpërngulur në Elbasan vetëm 2 javë më parë. Po përpiqej të përshtatej me punën e re në bashki dhe ende nuk njihte shumë njerëz. "Është e vështirë t'ja nisësh nga e para në një vend të ri," komentoi Arbery, duke mbajtur qeset ndërsa ajo mbështetej te patericat. "Unë kam lindur këtu, kështu që nuk e di si është kjo ndjenjë, por imagjinoj se duhet të jetë sfiduese." "Po," u pajtua Dafina me një buzëqeshje të lehtë. "Sidomos kur nuk ke familjen afër dhe duhet të përballesh me komplikime fizike." Kur mbërritën te makina e saj, Arbery ndihmoi në vendosjen e blerjeve në bagazh. Dafina e vëzhgonte ndërsa ai organizonte gjithçka me kujdes, e prekur nga mirësia spontane e një të huaji. "Si mund t'ju falenderoj?" pyeti ajo. "Të paktën më lejoni t'ju ftoj për një kafe." "Nuk ka nevojë," buzëqeshi Arbery. "Kushto do të bënte të njëjtën gjë." Por edhe ndërsa e thoshte këtë, ai e dinte se nuk ishte e vërtetë. Gjatë minutave që kaluan aty, disa njerëz kishin kaluar nëpër parking, disa madje kishin parë në drejtim të tyre, por askush tjetër nuk u ofrua për të ndihmuar. "Punoj atje te dyqani i elektronikës në rrugën kryesore," tha Arbery, duke treguar turbull drejtimin. "Nëse keni nevojë për diçka, mos hezitoni të kaloni nga atje." Dafina mbeti duke parë makinën e tij që largohej, me një përzierje mirënjohjeje dhe surprize në gjoks. Ishte shpërngulur në këtë qytet duke shpresuar të rifillonte jetën në mënyrë diskrete, por nuk priste të gjente kaq shumë mirësi që në javën e parë. Arbery mbërriti në punë 40 minuta me vonesë. Trafiku ishte rënduar pasi doli nga parkingu dhe atij ju desh të ndalonte në një pikë karburanti për të larë duart, të cilat ishin bërë pis duke mbledhur gjërat e Dafinës nga toka. "Ku ishe?" Zëri i vetonit preu ajrin sapo Arbery kaloi derën e dyqanit. Menaxheri ishte në këmbë pas banakut, me krahët e kryqëzuar dhe një shprehje irritimi në fytyrë. "Më fal, veton. Ndihmova një person që ishte rrëzuar në parkingun e supermarketit dhe u vonova pak," shpjegoi Arbery, duke varur xhaketën në mbajtsen pas banakut.
Ndihmove një person, përsëriti vetoni me një ton sarkastik. Sa bukur. Po puna jote këtu, Arbër? A nuk e meriton edhe ajo ndihmën tënde? Ishte një situatë e paparashikuar. Nuk do të vonohem më. Jo, nuk do të vonohesh më vërtet, vetoni u afrua, duke ulur zërin që klientët të mos dëgjonin. Sepse je i pushuar. Arbëri ndjeu sikur toka i iku nën këmbë. Si do të thot, i pushuar? Për 40 minuta vonesë? Për 3 vjet probleme, u përgjigj vetoni ftohtë. Ti ke qenë gjithmonë një punonjes problematik, Arbër. Gjithmonë duke vënë në dyshim procedurat, gjithmonë me idetë e tua se si duhen bërë gjërat. Kjo vonesë ishte thjesht pika që mbushi gotën. Problematik? Arbëri mezi po u besonte veshëve. Veton, ti e di që jam një nga punonjësit më të përkushtuar këtu. Kur nuk kam munguar pa arsye, gjithmonë i kam plotësuar objektivat. Dhe gjithmonë ke menduar se di më shumë se unë, e ndërpreu vetoni. Merr gjërat e tua. Të dua jashtë këtu për 10 minuta. Arbëri shikoi përreth dyqanit që ishte bërë shtëpia e tij e dytë gjatë viteve të fundit. Kolegët shmangnin shikimin e tij, qartësisht të parehatshëm me situatën, por askush nuk tha asgjë. Iliri, që punonte në depo, vetëm tundi kokën në mënyrë diskrete, sikur po thoshte të thash. Gjatë 10 minutave të ardhshme, Arbëri mblodhi gjërat e tij personale nga tavolina, një foto familjare, disa manuale teknike personale, një kaktus të vogël që Lulieta nga kontabiliteti ja kishte dhuruar vitin e kaluar. Duart i dridheshin paksa ndërsa vendoste gjithçka në një kuti kartoni. Arbër, Iliri u afrua kur vetoni doli të shërbente një klient. Më vjen shumë keq. Kjo nuk është e drejtë. A e di pse e bëri këtë? Pyeti Arbëri me zë të ulët. Iliri shikoi me ankth në drejtim të vetonit. Ai po kërkonte një pretekst ka kohë. Që nga ajo herë kur vure në dyshim çmimet abuzive për klientët e moshuar. Arbërit ju kujtua. 6 muaj më parë, ai kishte udhëzuar në mënyrë diskrete një zonjë të moshuar të blinte një produkt më të lirë që plotësonte saktësisht nevojat e saj, në vend të modelit të shtrenjtë që vetoni po përpiqej t'i shiste. Menaxherit nuk i kishte pëlqyer as pak ndërhyrja. Ai tha se ti nuk ke profil për shitje, vazhdoi Iliri. Se je shumë i ndershëm për të mirën tënde. Ironike, mendoi Arbëri. Të ishe shumë i ndershëm në një punë shitjesh konsiderohej një defekt. Kur doli nga dyqani, duke mbajtur kutinë e tij me gjëra, Arbëri ndjeu një përzierje zemërimi dhe mosbesimi. 40 minuta. 40 minuta sepse ndihmoi dikë që kishte nevojë dhe tani ishte i papunë. Drejtoi makinën pa drejtim nëpër qytet për ca kohë, duke u përpjekur të procesonte atë që kishte ndodhur. Përfundimisht ndaloi në një shesh të vogël në qendër dhe mbeti i ulur në stol, duke vëzhguar njerëzit që kalonin. Familje, çifte, punëtor të nxituar në orarin e tyre të drekës. Të gjithë dukej se kishin një qëllim, një vend ku duhej të ishin. Telefoni i tij ra. Ishte nëna e tij. Arbër, i dashur, si shkoi puna sot? Ai hezitoi. Nëna e tij, Rozafa, gjithmonë shqetësohej për të. Si një eve që kishte rritur 3 fëmijë e vetme, ajo kishte mjaft shqetësime pa pasur nevojë të dinte se djali i saj i madh ishte i papunë. Ishte ndryshe, u përgjigj ai, që teknikisht nuk ishte gënjeshtër. A je mirë? Zëri yt duket i çuditshëm. Mirë jam, nën. Vetëm i lodhur. Do të kaloj andej më vonë, mirë? Pasi mbylli telefonin, Arbëri mbeti duke shikuar ekranin. Duhej të fillonte të mendonte në mënyrë praktike. Fatura për të paguar, qiraja që skadonte javën tjetër. Duhej të gjente një punë tjetër shpejt. Por për momentin, gjithçka që mund të mendonte ishte Dafina dhe se si një gjest i thjesht mirësie i kishte kushtuar punën. A do të bënte ajo të njëjtën gjë po ta dinte pasojën? A do ta bënte ai? Përgjigjja erdhi menjëherë, po. Do ta bënte përsëri. Disa gjëra ishin më të rëndësishme se një punë, edhe pse nuk dukej ashtu në atë moment. Arbëri u ngrit nga stoli, rregulloi kutinë nën sqetull dhe eci drejt makinës. Nuk e dinte se çfarë i rezervonte e ardhmja, por e dinte se nuk pendohej që kishte ndihmuar Dafinën. Kjo siguri do të ishte i vetmi ngushëllim që do të kishte në javët e vështira që po vinin. Dafina nuk mund të rreshte së menduari për burrin e sjellshëm që e kishte ndihmuar në parking.
Gjatë gjithë javës, ndërsa përshtatej me rutinën e re në bashki, ajo e gjente veten duke imagjinuar nëse duhej ta kërkonte për ta falendëruar siç duhet. Mirësia e pa interes ishte diçka e rrallë në përvojën e saj të jetës, dhe ai gjest i thjesht kishte shënjuar thellësisht ditën e saj të parë vërtet të vështirë në qytetin e ri. Të premten, vendosi të kalonte nga dyqani i elektronikës gjatë orarit të drekës. Donte të blinte një USB të re për punën dhe, fshehurazi, shpresonte të gjente Arbërin për ta ftuar për një kafe. Ishte gjëja më e paktë që mund të bënte për dikë që ishte treguar aq i gatshëm. Mund t'ju ndihmoj me diçka? Pyeti një iri bjond pas banakut kur ajo hyri në dyqan. Po kërkoj Arbërin, tha Dafina, e mbështetur në patericat e saj. Ai punon këtu. Djaloshi, distinktivi i të cilit e identifikonte si Iliri, hezitoi për një moment duke parë i parehatshëm. Arbëri nuk punon më këtu. Si do të thotë? Dafina ndjeu një shtrëngim në gjoks. Që kur? Që nga e marta, u përgjigj Iliri me zë të ulët duke parë rrotull për të siguruar që menaxheri nuk po dëgjonte. Ai u pushua. U pushua? Dafina mezi po e besonte. Por pse? Iliri hezitoi përsëri, qartësisht i ndarë mes besnikërisë ndaj ish kolegut dhe maturisë për të mos folur keq për kompaninë. Ai u vonua në punë të martën dhe menaxheri mirë, ai po kërkonte një pretekst kacako. Dafina ndjeu sikur mori një goditje në stomak. E marta. Dita kur Arbëri e kishte ndihmuar në parking. Vonesa kishte qenë për shkak të saj. Për 40 minuta, pyeti ajo, me zërin më të mprehtë se zakonisht. Ai u pushua për 40 minuta vonesë? Iliri pohoi me kokë trishtueshëm. Vetoni, menaxheri ynë, tha se ishte pika që mbushi gotën. Por ne të gjithë e dim se ai kur nuk e ka pasur qejf Arbërin. Shumë i ndershëm për shijen e tij, nëse më kuptoni. Dafina doli nga dyqani në gjendje shoku. Arbëri kishte humbur punën sepse e kishte ndihmuar atë. Për një akt mirësie të pastër njerëzore, ai tani ishte i papunë. Faji po e hante si zjarr. Gjatë pjesës tjetër të ditës, ajo nuk mund të përqendrohej në punë. Teuta, mbikëqyrësja e saj në kontabilitetin e bashkisë, e vuri re shpërndarjen e saj gjatë mbledhjes së pasdites. Dafina, a është gjithçka mirë? Dukesh e shqetësuar. Më fal, Teuta. Është se mora vesh për një padrejtësi sot dhe nuk mund ta heq nga mendja. Teuta, një grua 50 vjeçare me flok gri dhe sy të mirë, u ul në karrigen pranë Dafinës. Do të flasësh për këtë? Ndonjëherë ndihmon të shfryhesh. Dafina tregoi të gjithë historinë, rrëzimin në parking, mirësinë e Arbërit dhe tani zbulimin se ai ishte pushuar për shkak të vonesës që erdhi nga ndihma e tij. Çfarë situate e tmerrshme, tundi kokën Teuta. Por ti nuk mund të fajsosh veten për këtë, Dafina. Vendimi për ta pushuar ishte i menaxherit, jo i yti. Por nëse unë nuk do të isha rrëzuar, nëse nuk do ta kisha pranuar ndihmën e tij, atëherë ti ndoshta do të ishe vrarë më shumë, dhe një burr i mirë nuk do të kishte pasur mundësinë të tregonte karakterin e tij, e ndërpreu Teuta butësisht. Problemi nuk është mirësia e tij apo nevoja jote për ndihmë. Problemi është një sistem që ndëshkon njerëzit e mirë sepse bëjnë gjën e duhur. Fjalët e Teutës bën jehon në mendjen e Dafinës gjatë gjithë natës. Një sistem që ndëshkon njerëzit e mirë. A ishte kjo më e zakonshme se sa ajo e imagjinonte? Të shtunën në mëngjes, ajo vendosi të kërkonte Arbërin. Iliri kishte përmendur në mënyrë diskrete se ai zakonisht pinte kafe te fura e bukës në sheshin qendror gjatë fundjavave, kështu që Dafina vendosi të provonte ta gjente atë atje. Fura ishte e vogël dhe komode, me tavolina druri dhe aromën e bukës së freskët në ajër. Dafina e pa atë sapo hyri, i ulur vetëm në një tavolinë në cep, duke luajtur i shpërndar me një filxhan kafeje ndërsa shfletonte njoftimet për punë në gazetën lokale. Arbër, u afrua ajo me hezitim. Ai ngriti syt, i befasuar. Dafina. Si më gjete? Mund të ulem? Ajo tregoi karrigen bosh përballë tij. Sigurisht, sigurisht. Arbëri mbylli shpejt gazetën dhe tërhoqi karrigen për të. E mora vesh, tha Dafina drejt për drejt, sapo u rregullua. Për punën tënde. Iliri më tregoi. Fytyra e Arbërit u mbyll paksa. Ah! Arbër, më vjen shumë keq. Është i gjithë faji im. Nuk është faji yt, u përgjigj ai me vendosmëri.
Ishte zgjedhja ime të ndihmoja. Nuk pendohem. Por ti humbe punën. Dhe ti mund të ishe lënduar seriozisht nëse askush nuk do të ndihmonte, ja ktheu Arbery. Disa gjëra janë më të rëndësishme se një punë. Dafina e studioi atë për një moment. Edhe i pa punë, edhe qartësisht i shqetësuar për situatën e tij financiare, ajo mund të shite faturat e organizuara pranë gazetës, ai nuk tregonte pendes apo pakënaqësi. Ti je një person shumë i mirë, Arber. Nuk jam më i mirë se askush tjetër, ngriti ai supet. Vetëm bëj atë që mendoj se është e drejtë. Dhe është pikërisht kjo që të bën të veçantë. Dafina u përkul përpara. Më lejo të ndihmoj të gjesh një punë tjetër. Punoj në bashki, mund të verifikoj nëse ka vende të lira, të jap referenca. Nuk dua që të ndihesh e detyruar. Nuk është detyrim, e ndërpreu ajo. Është mirënjohje. Dhe përveç kësaj. Hezitoj për një moment, do të dëshiroja të njiha më mirë. Nëse ti dëshiron, sigurisht. Arbery buzëqeshi për herë të parë që kur ajo kishte mbërritur. Edhe unë do të dëshiroja. Mbetën duke biseduar për 2 orë. Dafina tregoi për shpërnguljen e saj në qytet duke ikur nga një marrëdhënie toksike dhe një punë ku vazhdimisht në mblerësoi. Arbery foli për pasionin e tij për teknologjinë dhe ëndrrën e tij që një ditë të hapte kompaninë e tij të konsulencës. Pse u largove nga aty ku ishe më parë? Pyeti Arbery. Dafina luajti me filxhanin e zbrazët të kafes. Ish shefi im besonte se gratë ishin natyrshëm inferiore në matematikë. Nuk kishte rëndësi se sa raporte perfekte dorëzoja, sa gabime gjeja në llogari. Gjithmonë shihesha si ndihmësja e kontabilistit kryesor, i cili rastësisht ishte një burr i paaftë që unë vazhdimisht duhej ta korrigjoja. Kjo është revoltuese. Edhe më keq, kur më në fund u përballa me situatën, më thanë se isha e vështirë për të punuar dhe se kisha probleme me sjelljen. Dafina qeshi me hidhërim. E çuditshme se si mbrojtja e kompetencës tënde profesionale konsiderohet problem sjelljeje kur je grua. Arbery pohoi me kokë, duke kuptuar. Është e ngjashme me atë që më ndodhi mua. Vetoni gjithmonë thoshte se isha problematik, sepse vija në dyshim kur ai përpiqej të shiste produkte të panevojshme klientëve që nuk mund t'i paguanin. Atëherë të dy që kemi problematik, buzëqeshi Dafina. Çfarë shoqërie e mirë. Ndërsa ecnin në përshesh pas kafes, Dafina duke çaluar lehtë edhe me paterica, Arbery ndihej më i lehtë se sa ishte ndier prej ditësh. Të bisedoje me dikë që kuptonte zhgënjimin e të qenit i ndëshkuar sepse bën gjën e duhur ishte ngushëlluese. A e ke vënë re, tha Dafina e menduar, se si duket sikur ekziston një model? Njerëz të ndershëm që ndëshkohen, njerëz me integritet që konsiderohen problematik? Tani që e përmend po. Arbery ndaloi së ecuri. Iliri më tregoi se 3 njerëz janë pushuar nga dyqani në 6 muajt e fundit. Të gjithë për arsye të dyshimta. Edhe në bashki. Teuta më tha se kishte pasur një riorganizim në kohët e fundit që rezultoi në largimin e disa njerëzve. Ajo ishte e paqartë për detajet, por vura re se e mundonte të fliste për atë temë. Shikuan njëri tjetrin me një mirëkuptim të ndërsjellë që kaloi mes tyre. Ti mendon se? Filloi Arbery. Se mund të ketë diçka më të madhe që po ndodh, përfundoi Dafina. Është e mundur. Atë natë, Dafina filloi të shënonte në një blok të vogël gjërat që kishte vënë re që kur kishte mbërritur në qytet. Komente rastësore të kolegëve, mospërputhje të vogla në procedurat e bashkisë, tensioni i çuditshëm që dukej se ekzistonte mes disa punonjësve. Nuk ishte ende një hetim, thjesht vëzhgime. Por diçka i thoshte se Arbery kishte të drejtë kur vinte në dyshim nëse ekzistonte një model më i madh. Të nesërmen, të dielën, Arbery e ftoi atë për një piknik në parkun e qytetit. Ishte një mëngjes me diell dhe ata u ulën në një pemë të madhe, duke ndarë sandviç dhe duke biseduar për gjithçka dhe asgjë. Mund të bëj një pyetje personale? Pyeti Arbery përfundimisht. Sigurisht. Lëndimi yt në këmbë ishte aksident? Dafina qëndroi e heshtur për një moment. Jo saktësisht. Ishte një agresion. Ishi dashuri im kishte probleme me zemërimin. Një ditë ai humbi plotësisht kontrollin. Arbery ndjeu një val zemërimi të kalonte nëpër të. Dafina, më vjen shumë keq. Ishte 2 vjet më parë. Këmba nuk u shërua kur plotësisht, por jam mirë.
Në fakt, ishte një bekim i maskuar. Më bëri të kuptoja se duhej të dilja nga ajo marrëdhënie dhe nga ajo jetë. Je shumë e fortë. Nuk ndihem e fortë në pjesën më të madhe të kohës, pranoi ajo. Por mësova se ndonjëherë forca është thjesht të vazhdosh të ecësh përpara, një hap pas tjetrit. Arbery zgjati dorën dhe preku butësisht të sajën. Nuk ke nevojë të ndihesh e fortë e vetme tani. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, Dafina e lejoi veten të besonte se ndoshta mund t'i besonte dikujt përsëri. Ndërsa dielli po perëndonte mbi park, ata ecnin ngadalë drejt qendrës së qytetit. Gjatë rrugës, kaluan pranë dyqanit ku Arbery kishte punuar. Dritat ishin ndezur dhe ata mund të shihnin Vetonin përmes vitrinës, duke gestikuluar në mënyrë agresive drejt Ilirit dhe një punonjësi tjetër. Ai duket se po u bërtet atyre, vëzhgoi Dafina. Vetoni gjithmonë kështu ka qenë. Mikromenaxhim konstant, kur i kënaqur me asgjë. Arbery tundi kokën. Pyes veten se si duron Iliri. Ndoshta nuk do të duroj edhe për shumë kohë, mërmëriti Dafina, duke vëzhguar gjuhën e tensionuar të trupit të djaloshit përmes dritares. Atë natë, kur u ndan te stacioni i autobusit, të dy e dinin se diçka kishte ndryshuar mes tyre. Ajo që kishte filluar si mirënjohje po shndërrohej në diçka më të thellë. Edhe nëse gjej një punë tjetër shpejt, tha Arbery, do të dëshiroja të vazhdonim të takoheshim. Nëse ti dëshiron. Unë dëshiroj, u përgjigj Dafina pa hezitim. Dhe Arber? Më premto që nuk do të heqësh dorë nga të qenit ai që je vetëm për t'u përshtatur me një punë çfarëdo. Premtoj. Dhe ti më premto që nuk do të pranosh të trajtohesh si inferiore nga askush. Premtoj. Ndërsa autobusi i Dafinës largohej, Arbery mbeti duke menduar se sa e çuditshme ishte që diçka aq e keqe sa humbja e punës mund të çonte në diçka aq të mirë sa njoja me Dafinën. Ndoshta universi kishte planet e veta, në fund të fundit. Java e dytë e marsit solli zhgënjime në rritje për Arberin. Kishte dërguar CV-n e tij në të gjitha dyqanet e elektronikës, serviset teknike dhe kompanitë e teknologjisë në një rreze prej 50 kilometrash. Përgjigjet, kur vinin, ishin gjithmonë të njëjtat. Për momentin nuk kemi vende të lira të pajtueshme me profilin tuaj, ose do t'ju kontaktojmë nëse lind një mundësi e përshtatshme. Ajo që e linte të habitur ishte se shumë nga këto kompani kishin njoftime për punë të publikuara në gazetat lokale dhe faqet e punësimit. Pozicione për të cilat ai ishte qartësisht i kualifikuar, disa madje me kërkesa më të vogla se përvoja që ai ofronte. Kjo nuk ka sens, i tha ai Dafinës gjatë takimit të tyre të rregullt të së mërkurës te kafja e sheshit. Ata kishin krijuar zakonin të takoheshin 3 herë në javë, gjithmonë në të njëjtën orë, dhe këto biseda ishin bërë pika kulmore e ditëve të tyre. Je i sigurt që CV-ja jote është formuluar mirë? Pyeti Dafina, ndonse e dinte tashmë përgjigjen. Ajo e kishte ndihmuar ta rishikonte javën e kaluar. Ti vet e pe. Është e përsosur. Arbery luajti i frustruar me sheqerin e kafes. Është sikur ka një lloj bojkoti. 5 kompani të ndryshme, të gjitha me vende të lira, të gjitha më refuzojnë pa më dhënë as edhe një intervistë. Dafina rudhi ballin. Gjatë shënimeve të saj të javës, kishte regjistruar 3 komente të çuditshme nga kolegët e bashkisë. Teuta kishte përmendur se një punonjës i sektorit të punëve publike ishte pushuar për çështje sjelljeje, por kur u pyet për detaje, ndryshoi shpejt temë. Dritani nga departamenti juridik kishte komentuar rastësisht se disa njerëz në qytet po mësojnë të mos bëjnë zhurmë, një frazë që tingëllonte më shumë si kërcënim se sa vëzhgim. Arber, mund të bëj një pyetje direkte? A ka Vetoni ndikim për te dyqanit të tij? Si do të thotë? A njeh ai si përmarrës të tjerë? A ka ndonjë lloj rrjeti kontaktesh që mund të jetë duke ndikuar në kandidaturat e tua? Arberi ndaloi së përzieri kafen. Pyetja e Dafinës kishte goditur diçka që ai përpiqej ta injoronte. Ai është pjesë e shoqatës tregtare lokale. Dhe supermarketi ku ti u rrëzove, ata janë klientë të mëdhenj të dyqanit. Vetoni gjithmonë mburrej me lidhjet e tij. Atëherë është e mundur që ai po saboton qëllimisht mundësitë e tua për punë? A do të ishte e ligjshme kjo? Dafina lëshoi një të qeshur të hidhur. Ligjore dhe etike janë 2 gjëra shumë të ndryshme. Dhe njerëz si Vetoni rrallëherë shqetësohen për etikën. Në atë moment, Iliri u shfaq në hyrje të kafes. Ai duke i shqetësuar, duke parë me ankth mbi supe përpara se të afrohej te tavolina e tyre.
Arber, mund të flas me ty? Është urgjente. Sigurisht, ulu. Iliri hezitoi duke parë nga Dafina. Ajo është e besuar, e siguroi Arbëri. Mund të flasësh përpara saj. Mirë. Iliri u ul, duke u dukur ende nervoz. Duhet të tregoj diçka për pushimin tënd nga puna. Dhe për gjërat të tjera që po ndodhin në dyqan. Çfarë lloj gjërash? Së pari, për ty e dëgjova vetonin në telefon dje. Po fliste me dik se si të sigurohej që disa element problematik të mos gjenin punë lehtë. Përmendi emrin tënd konkretisht. Arbëri dhe Dafina shkëmbyen një shikim domethënës. Dhe së dyti, vazhdoi Iliri duke ulur edhe më shumë zërin, gjeta disa dokumente që mendoj se duhet t'i shihni. Regjistra shitjesh që nuk përputhen me atë që po raportohet në zyrat qendrore të kompanisë. Çfarë lloj mos përputhjeje? Pyeti Dafina, me përvojën e saj si kontabiliste që u aktivizua automatikisht. Produkte që shiten me një çmim dhe regjistrohen në sistem me një tjetër. Diferenca po devijohet në një llogari të veçantë. Iliri nxori një flet letre të palosur nga xhepi. Kopjova disa numra kur vetoni doli për drejt. Dafina ekzaminoi numrat shpejt. Edhe me informacion të kufizuar mund ta shite qartë modelin. Ky është përvetësim fondesh, Ilir. Është krim. E di. Prandaj jam këtu. Iliri shikoi drejt për drejt Arbërin. Vetoni të pushoj nga puna sepse e dinte që ti herët avon do ta vije re këtë. Ti gjithmonë i kontrolloje të gjitha dy herë, gjithmonë pyesje kur diçka nuk kishte sens. Sa kohë ka që po ndodh kjo? Pyeti Arbëri. Të paktën 6 muaj. Ndoshta më shumë. Dafina po bënte llogaritje mendore. Varësisht nga vëllimi i shitjeve, ata mund të jenë duke devijuar qindra mijëra në vit. Dhe nuk është vetëm në dyqanin ton, shtoi Iliri. E dëgjova vetonin duke folur për koordinim me njësitë e tjera. Mendoj se kjo po ndodh në disa dyqane të rrjetit. Heshtja pushtoi tavolinën ndërsa ata procesonin implikimet. Arbëri kishte humbur punën jo për një vonesë, por sepse përfaqësonte një kërcënim për një skem kriminale. Ilir, ti duhet ta denoncosh këtë, tha Dafina. Te kush? Te policia lokale? Shefi i policisë luan poker me pronarin e rrjetit të supermarketeve çdo të enjte. Te zyrat qendrore të kompanisë, atëherë. Me çfarë prove? Këto letra që kopjova nuk mjaftojnë, dhe nëse zbulohem. Iliri tundi kokën. Kam një të dashur, Dafina. Ajo është shtatzën. Nuk mund ta humbas punën tani. Arbëri vendosi dorën në supin e shokut. E kuptoj, Ilir. Ti tash më bëre shumë duke na treguar këtë. Pasi Iliri u largua, Arbëri dhe Dafina qëndruan në heshtje për një kohë të gjatë. Kjo shpjegon shumë gjëra, tha Dafina më në fund. Pushimi yt, sabotimi i kandidaturave të tua ti përfaqëson një kërcënim për ta. Dhe tani? Çfarë bëjmë me këtë informacion? Dafina hapi bllokun e saj të shënimeve. Së pari, le të organizojmë gjithçka që dim. Pastaj, le të mendojmë se si të marrim më shumë informacion. Dhe atëherë? Ajo hezitoi. Atëherë do të vendosim nëse jemi të gatshëm të ndërmarrim rreziqe për të bërë gjën e duhur. Arbëri e shikoi në sy. Ti je e gatshme? Mendoj se nuk kam zgjedhje. Nëse nuk bëjmë asgjë, më shumë njerëz do të vuajnë. Më shumë njerëz me integritet do të ndëshkohen sepse nuk pranojnë të bëhen pjesë e kësaj. Atë pasdite, Dafina u kthye në bashki me një perspektivë të re. Filloi të kushtonte vëmendje detajeve që më parë kalonin pa u vënë re, biseda që ndalonin kur ajo afrohej, shikime nervoze të shkëmbyra mes kolegëve, komente të vagta për ndryshimet në administratë. Teuta po organizonte disa dosje kur Dafina u afrua te tavolina e saj. Teuta, mund të bëj një pyetje për punonisin e sektorit të punëve publike që u pushua? Gruaja më e vjetër hezitoi duke parë rrotull zyrës. Pse je e interesuar për këtë, Dafina? Thjesht kuriozitet. Duke qenë se jam e re këtu, po përpiqem të kuptoj se si funksionojnë gjërat. Disa gjëra është më mirë të mos i kuptosh, u përgjigj Teuta me zë të ulët. Sidomos kur je e mirë në atë që bën dhe dëshiron të mbash punën. A bëri ai diçka të gabuar? Përkundrazi. Bëri diçka shumë të drejtë.
Teuta mbylli sirtarin e dosjes me forcë. Vuri në dyshim disa mospërputhje në kontratat e punëve publike. Vlera që nuk kishin sens, kompani që fitonin tender me propozime të dyshimta. Dhe u pushua për këtë? U pushua për probleme sjelljeje dhe vështirësi për të punuar në grup. Teuta bëri thonjezat në ajër. Të njëjtat fjalë që përdorën për fluturën. Fluturën? Ish punonjëse e burimeve njerëzore. U largua para 3 muajsh. Një nga njerëzit më kompetent që kam njohur, por filloi të bënte shumë pyetje për vlerësimet e performancës që po ndryshoheshin pa arsye. Dafina ndjeu një të ftohtë në shtyllën kurrizore. A e dini ku mund ta gjej? Teuta e shikoi me një përzierje shqetësimi dhe admirimi. Dafina, a je e sigurt që dëshiron të përfshihesh në këtë? Ti sapo ke mbërritur këtu, ke një karrierë përpara. Ndonjëherë të bësh gjën e duhur është më e rëndësishme se të kesh një karrierë. Teuta studioi fytyrën e saj për një moment të gjatë, pastaj shënoi një adresë në një copë letre. Ajo punon si konsulente e pavarur tani. Konsulencë në burime njerëzore. Por Dafina, keni kujdes. Nëse vërtet ka diçka të gabuar që po ndodh këtu, njerëzit e përfshirë nuk do të pëlqejnë që situata e tyre të hetohet. Atë natë, Dafina i telefonoi Arbërit dhe i tregoi për bisedën me Teutën. Pra, kemi një punonjës punësh publike të pushuar sepse vuri në dyshim kontratat, një ish punonjëse të BNIS të pushuar sepse vuri në dyshim vlerësimet dhe ty të pushuar sepse je shumë i ndershëm për të pranuar praktika të dyshimta, përmbledhi ajo. Dhe kjo është vetëm ajo që kemi zbuluar deri tani, shtoi Arbëri. Sa njerëz të tjerë janë heshtur? Mendoj se ka ardhur koha të bisedojmë me fluturën. A do të pranoje të më shoqëroje nesër? Arbëri nuk hezitoi. Sigurisht. Ne jemi një ekip tani, e mbani mend? Fjala ekip e bëri Dafinën të buzëqeshte, edhe me gjithë seriozitetin e situatës. Po, ata ishin një ekip. Dhe ndoshta, së bashku, mund të bënin ndryshimin. Arbër? Po. Nuk e di ku do të çojë kjo, por jam e lumtur që nuk po e përballoj vetme. Edhe unë, Dafina. Edhe unë. Mëngjesin tjetër, ata u drejtuan për të adresa që Teuta kishte dhënë. Ishte një zyre e vogël komerciale në qendër të qytetit, me një tabelë të thjeshtë, flutura gashi, konsulencë BNI. Ndërtesa ishte modeste, me 2 kate dhe fasadë me tulla të dukshme. Ndërsa ngjisnin shkallët e ngushta, Arbëri vuri re se Dafina ishte nervoze, duart i dridheshin paksa mbi paterica. A është gjithçka mirë, pëshpëriti ai. Po mendoj vetëm për atë që tha Teuta. Nëse flutura vërtet u pushua sepse bëri shumë pyetje, ndoshta ajo nuk dëshiron ta përjetojë sërish të gjithë këtë. Ose ndoshta ajo po pret dikë që më në fund t'i besoj, u përgjigj Arbëri, duke prekur butësisht krahun e Dafinës. Zyra e fluturës ishte e vogël por e organizuar, me 2 tavolina, dosje të etiketuara mirë dhe një zonë të vogël pritjeje. Flutura ishte një grua rreth të 40-tave, me flokë të kuq të shkurtër dhe sy të gjelbër inteligjent që dukej se analizonin gjithçka rrotull. Kur ata u prezantuan dhe shpjeguan arsyen e vizitës, qëndrimi i saj ndryshoi plotësisht. Uluni, tha ajo, duke mbyllur derën e zyrës dhe duke ulur grilat. Para se gjithash, duhet të di, a e di dikush që jeni këtu? Vetëm Teuta, u përgjigj Dafina. Pse? Sepse që kur u largova nga bashkia, kam përshtypjen se po më vëzhgojnë. Asgjë e dukshme, por... Ajo hezitoi, a keni vënë re makina të huaja, telefonata në heshtje, njerëz që bëjnë pyetje për ju? Arbëri dhe Dafina shkëmbyen një shikim domethënës. Po, tha Arbëri. Mbrëm, një makinë na ndoqi. Flutura pohoi me kokë seriozisht. Atëherë ju jeni tashmë në shënjestrën e tyre. Kjo do të thotë se gjërat janë edhe më keq se sa e mendoja. Ajo u ngrit dhe shkoi te një sirtar specifik, duke nxjerrë një dosje jashtëzakonisht të trash. Kur fillova të punoja në bashki, isha thjesht një punonjëse e BNIS që donte të bënte një punë të mirë. Por pak nga pak fillova të vëreja mospërputhje. Çfarë lloj mospërputhjesh? Pyeti Dafina. Punonjës të shkëlqyer që merrnin vlerësime të këqija pa asnjë arsye. Gjithmonë të njëjtët vlerësues, gjithmonë të njëjtat fjalë. Sikur të kishte një skenar. Flutura hapi dosjen dhe tregoi 10 vlerësime. Shikoni këto data.
Në një periudhë prej 6 muajsh, 15 punonjës të ndryshëm morën vlerësime identike. Arbery ekzaminoi dokumentet. Frazat janë praktikisht të njëjta. Saktësisht. Vështirësi në pranimin e ndryshimeve organizative, tendencë për të vënë në dyshim procedurat e vendosura, sjellje që mund të ndikojë negativisht në ambientin e punës. Sikur dikush po përdorte një model. Dafina rudhi ballin. Kjo sugjeron koordinim. Dikush po udhëzonte vlerësuesit se çfarë të shkruanin. Edhe përfundimi im. Por kur fillova të hulumtoja se kush qëndronte pas këtyre udhëzimeve, gjërat u bën të ndërlikuara. Të ndërlikuara si, pyeti Arbery. Së pari, qasjet e mia në sistem filluan të kufizoheshin. Pastaj, mora një riorientim për përgjegjësitë e mia, duke më thënë të fokusohesha vetëm në çështje administrative bazë. Kur insistova të vazhdoja hetimin, filluan kërcënimet e holla. Kërcënimet? Mbikëqyrësi im më thirri dhe më tha se po krijoja probleme të panevojshme dhe se kjo nuk do të ishte mirë për karrierën time. Një javë më vonë, gjetën një parregullsi në raportin tim të orëve të punës, një parregullsi që nuk ekzistonte kur e dorëzova raportin. Flutura nxori më shumë dokumente nga dosja. Por unë kisha mësuar të mbrohesha. Fillova të bëja kopje të gjithçkaje, të dokumentoja çdo bisedë, çdo email të dyshim. 3 vjet evidenca sistematike që vërtetojnë se kishte një fushat të koordinuar për të larguar punonjës specifik. Dhe të gjithë këta punonjës kishin diçka të përbashkët, pyeti Dafina. Të gjithë ishin njerëz me integritet, kërkues që nuk pranonin parregullsitë në mënyrë pasive. Punonjësi i punëve publike që vuri në dyshim kontratat e fryra, sekretarja që pyeti për tenderet e dyshimit, kontabilisti që vuri re mospërputhjet në raportet financiare. Arbery u përkul përpara. Kjo nuk mund të jetë koincidencë. Nuk është. Dhe ka më shumë. Flutura ktheu disa faqe. Zbulova se disa nga këta punonjës të pushuar u përpoqën të gjenin punë të reja dhe u refuzuan sistematikisht. Kompani që fillimisht treguan interes, ndryshonin mendje pas verifikimeve të referencave. Si në rastin tim, mërmëriti Arbery. Saktësisht. Ka një rrjet komunikimi mes punëdhënësve lokal. Njerëzit e shënuar si problematik efektivisht dëbohen nga tregu i punës lokal. Dafina po bënte shënime me vrull. Flutura, a ke prova të këtyre komunikimeve? Disa. Emailet të brendshme që arrita t'i kopjoja përpara se të pushohesha. Por ju duhet të kuptoni, ajo që po ju tregoj është vetëm maja e icebergut. Nëse ka kaq shumë sofistikim në nivel komunal, imagjinoni se çfarë po ndodh në nivel sipërmarrjeje. Ti dyshon se kjo shkon për te i bashkisë? Jam e sigurt. Disa nga punonjësit e pushuar punonin në kompani private. Modeli është i njëjtë, njerëz me integritet që largohen sistematikisht gjithmonë me arsyetime për probleme sjelljeje. Flutura tregoi një linjë kohore që kishte krijuar. Shikoni këto data. Pushimet nga puna në bashki përkojnë me pushimet në disa kompani lokale. Sikur të kishte një koordinim kohor. Arbery studioi grafikun. Sikur dikush po orkestronte një pastrim të një koshëm në disa organizata. Dhe a e dini cila është pjesa më e frikshme? Flutura uli zërin. 3 nga njerëzit që u pushuan u përpoqën të denonconin parregullsitë të autoritetet e jashtme. Të gjithë u diskredituan përpara se denoncimet e tyre të merreshin seriozisht në konsiderat. U diskredituan si? Informacione personale komprometuese rrodhen në shtypin lokal. Probleme financiare të vjetra u zhvarrosën dhe u dramatizuan. Marrëdhëniet personale u vunë në dyshim publikisht. Dafina ndjeu një të ftohtë në shtyllën kurrizore. Ata shkatërrojnë reputacionin e njerëzve për të zhvlerësuar denoncimet e tyre. Është një sistem shumë i sofistikuar mbrojtjeje dhe kontrolli. Largon njerëzit e rrezikshëm, frikson të tjerët dhe diskrediton çdo që përpiqet të denoncojë. Arbery u ngrit dhe eci drejt dritares duke parë rrugën. Flutura, pse je e gatshme të na ndihmosh? Ti tashmë i ke vuajtur pasojat e vënies në dyshim të kësaj. Sepse, u përgjigj ajo me vendosmëri, 3 javë më parë mora një telefonat nga një vajzë 17 vjeçare. Një vajzë që ishte pushuar nga puna e saj e parë për probleme sjelljeje pasi refuzoi ngacmimet seksuale të mbikëqyrësit të saj.
Ajo ishte e dëshpëruar, duke fajsuar veten, duke menduar se kishte bërë diçka të gabuar. Zëri I fluturës u drodh. Në atë moment, kuptova se heshtja ime po lejonte që më shumë njerëz të lëndoheshin. Të rinj të pafajshëm duke paguar çmimin e frikës sime. Vajza ishte Aulona, pyeti Dafina butësisht. Flutura pohoi me kokë. Vajza e Petrit Krasniqit nga sektori I kontabilitetit të holdingut. Një burr I mirë që gjithmonë e ka bërë punën e tij me integritet, derisa vajza e tij u sulmua nga ky sistem. Ti e njeh Petritin? Kemi punuar së bashku në disa projekte ndërdepartamentale vite më parë. Është një nga njerëzit më të ndershëm që njoh. Nëse ai është përfshirë në këtë, është sepse gjërat janë shumë serioze. Flutura mbylli dosjen dhe shikoi drejt për drejt Arbërin dhe Dafinën. Pra, do t'ju pyes sërish, a jeni vërtet të përgatitur të zbuloni se sa thellë shkon kjo korrupsion? Sepse sapo të fillojmë, edhe ju do të bëheni shënjestra. Dafina zgjati dorën dhe mori atë të Arbërit. Flutura, kemi kaluar ditët e fundit duke zbuluar se I gjithë qyteti ynë po manipulohet nga njerëz që ndëshkojnë integritetin dhe shpërblejnë korrupsionin. Si mund të qëndrojmë në heshtje? Dhe përveç kësaj, shtoi Arbëri, nëse nuk bëjmë asgjë, Aulona dhe qindra të tjerë si ajo do të vazhdojnë të lëndohen. Flutura I studioi të dy për një moment të gjatë, pastaj buzëqeshi për herë të parë që kur mbërritën. Ju e dini që kjo do të ndryshojë jetët tuaja përgjithmonë, apo jo? Nuk ka kthim pasi të fillojmë vërtet. Jetët tona tashmë kanë ndryshuar, tha Dafina. Pyetja tani është nëse do të lejojmë që ky ndryshim të na shkatërrojë apo do ta përdorim atë për të bërë ndonjë ndryshim. Shumë mirë, Flutura u ngrit. Atëherë le të fillojmë. Por së pari, duhet të njihni Petritin. Dhe duhet të jeni të përgatitur për atë që ai do të na tregojë. Sepse nëse kam të drejtë, kemi të bëjmë me diçka shumë më të madhe se sa ndonjë prej nesh e ka imagjinuar. Dhe në atë moment, të tre e ditën se jetët e tyre nuk do të ishin kur më të njëjtat. Zyra e Fluturës u shndërrua në qendrën e operacioneve të improvizuar të grupit. Në 3 ditët pasuese, ata u mblodhen çdo natë pas punës së Dafinës, duke organizuar dokumente, duke krijuar kronologji dhe duke lidhur pikat që fillonin të formonin një pamje alarmante. Shikoni këtë, tha Flutura, duke shpërndar një sër vlerësimesh të performancës mbi tavolinë. Gjatë 2 viteve, punonjës specifik filluan të merrnin vlerësime artificialisht të ulta. Gjithmonë të njëjtat fjalë, vështirësi në punën në grup, rezistent ndaj ndryshimeve, sjellje e dyshim. Dafina ekzaminoi dokumentet. Dhe të gjithë këta punonjës u pushuan përfundimisht, ose dhanë dorëheqjen në presion. Modeli është I qartë, identifikoni njerëz shumë me integritet, krijoni një histori të re me problemesh sjelljeje dhe pastaj largohini nga ambienti I punës. Arbëri tregoi një emër në listë. Arjan Selimi. Unë e njoh. Punonte në fushën e blerjeve të supermarketit. Gjithmonë ka qenë shumë I rrept me furnitorët, kur nuk pranonte propozime të dyshimta. U pushua para 8 muajsh, konfirmoi Flutura. Zyrtarisht për mosbindje. Jo zyrtarisht, sepse zbuloi se disa furnitor po frynin çmimet e produkteve dhe po ndanin diferencën me menaxherët. Kjo nuk mund të jetë vetëm paftësi, tha Dafina, duke studiuar linjën kohore që kishin montuar. Është shumë sistematike, shumë e koordinuar. Ka një inteligjencë pas kësaj. Dhe burime, shtoi Arbëri. Për të korruptuar njerëz, për të ndryshuar regjistra, për të koordinuar mes kompanive të ndryshme, kjo kërkon organizim dhe para. Flutura pohoi me kokë seriozisht. Prandaj u pushova. Po ja afrohesha shumë të vërtetës. Zbulova se ndryshimet në regjistrat e BNIS bëheshin në distancë, nga dikush me qasje administrative në sistemin qendror. Sistemin qendror? Holdingu që kontrollon të gjitha këto kompani lokale. Supermarketet, disa dyqane, madje edhe kontrata me bashkinë. I gjithë sistemi I BNIS është I centralizuar. Dafina ndaloi së shkruari. Kjo do të thotë se dikush shumë lart në hierarki po e koordinon këtë. Nuk është një menaxher rebel apo korrupsion I izoluar. Saktësisht. Dhe ky person ka fuqi të shkatërrojë karriera, të manipulojë regjistra zyrtar dhe të koordinojë një rrjet bashkëfaqësie. Atë natë, Arbëri eci me Dafinën deri te stacioni I autobusit. Pesha e zbulimeve kishte ndryshuar disponimin e të dyve.
Nuk po merreshin më me padrejtësi të izoluara, por me një sistem kompleks korrupsioni. A ke frikë? Pyeti Arbery kur ndaluan në dritën e shtyllës. Kam, pranoi Dafina. Por jam edhe e vendosur. I pe ato vlerësime të rreme? Sa njerëz të mirë humbën punët e tyre sepse refuzuan të bëheshin pjesë e kësaj? Dhe sa të tjerë do t'i humbin nëse nuk bëjmë asgjë. Ajo u kthye drejt tij. Arber, duhet të them diçka. Këto ditë të fundit duke punuar me ty dhe fluturën është hera e parë pas shumë vitesh që ndihem pjesë e diçkaje të rëndësishme. Diçkaje që ja vlen. Edhe unë ndihem ashtu. Ai u afrua një hap. Dhe nuk është vetëm për hetimin. Është për ty, Dafina. Për atë që je, si mendon, guximi yt. Arber. E di që unë njohem në rrethana të çuditshme dhe e di që po kalojmë një kohë të vështirë, por ai mori frym thellë. Po dashurohem pas teje. Dafina ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Je i sigurt që nuk është vetëm adrenalina e gjithë kësaj që po ndodh? Jam i sigurt. Arbery preku butësisht fytyrën e saj. Ti më bën të dëshiroj të jem një person edhe më i mirë se ai që përpiqem të jem. Ti je tashmë një person i jashtëzakonshëm, përshpëriti ajo. Dhe unë po dashurohem pas teje. Puthja e tyre u ndërprej nga zhurma e një makine që po ngadalsonte. Ata u ndan dhe pan një sedan të zi të ndaluar në anën tjetër të rrugës me dritat e fikura. Për një moment, askush nuk doli nga makina. Pastaj, ngadalë, ajo u nis dhe u zhduk në errësirë. Kjo ishte e çuditshme, tha Dafina, një rëqethje i kaloi nëpër tru. Ndoshta ishte vetëm dikush i humbur, Arbery u përpoq ta qetësonte, por zëri i tij mbante një tension që nuk mund ta fshite. Të nesërmen, Teuta kërkoi Dafinën gjatë orarit të drekës. Duhet të paralajmëroj për diçka, tha ajo me zë të ulët. Drejtori administrativ bëri pyetje për ty dje. Çfarë lloj pyetjesh? Për performancën tënde, marrëdhëniet e tua me kolegët, nëse ke vënë në dyshim procedurat. Teuta hezitoi. Dafina, mendoj se dikush po të vëzhgon. Duke më vëzhguar si? Nuk e di. Por 3 njerëz që kanë punuar këtu dhe kanë bërë llojin e pyetjeve që ti po bën, nuk janë më këtu. Bëj kujdes. Atë pasdite, gjatë mbledhjes së tyre në zyrën e fluturës, Dafina tregoi për bisedën me Teutën. Ata po e vënë re hetimin ton, përfundoi Arbery. Ishte vetëm çështje kohe, tha flutura. Pyetja tani është çfarë bëjmë? Ndalojmë këtu apo e përshpejtojmë procesin? E përshpejtojmë, tha një zë nga dera. Ata u kthyen për të parë një burr rreth të 50-ave, i dobët dhe nervoz, që qëndronte në hyrje. Më falni që ju ndërpres. Jam Petrit Krasniqi. Punoja në kontabilitetin qendror të holdingut deri javën e kaluar. Si na gjete? Pyeti flutura, e kujdesshme. Arjan Selimi më dha adresën tuaj. Tha se po hetoni parregullsi në kompani. Pse duhet të besojmë? Pyeti Arbery. Petriti nxori një dosje nga nënsqetulla. Sepse kam 3 vjet regjistra financiar që vërtetojnë se devijimet e fondeve nuk kufizohen në disa dyqane. Ata janë sistematik dhe përfshin miliona. Heshtja pushtoi dhomën. Pse po e bën këtë? Pyeti Dafina. Pse po rrezikon? Petriti u ul rënd në një karrige. Vajza ime, Aulona. Ajo gjeti punën e saj të parë 2 muaj më parë në një nga dyqanet e rrjetit. Javën e kaluar, menaxheri u përpoq ta detyronte të pranonte ngacmimet seksuale. Kur ajo refuzoi, u pushua për probleme sjelljeje. O Zot, mërmëriti Dafina. Ajo është 17 vjeçe, vazhdoi Petriti me zërin e mbytur. Ishte aq e emocionuar me punën e saj të parë, aq krenare që po kontribuonte në shpenzimet e shtëpisë. Dhe ata e shkatëruan këtë. Shkatëruan besimin e saj, gëzimin e saj. Arbery ndjeu një zemërim të njohur t'i rritej në gjoks. I njëjti menaxher që i bëri këtë vajzës suaj është i përfshirë në devijimet financiare? Jo vetëm i përfshirë. Është një nga koordinatorët. Merr 1% të çdo gjëje që devijohet në këmbim të mbajtjes së punonisëve të ndershëm nën kontroll. Flutura u përkul përpara. Petrit, a ke prova për këtë? I kam të gjitha. Transferta bankare, emaile të brendshme, regjistra mbledhjesh. I ruajta të gjitha përpara se të jepja dorëheqjen.
Ai hapi dosjen. Por ju duhet ta dini, ata e zbuluan që unë kopjova skedarët. Jam duke u ndjekur prej 3 ditësh. Duke u ndjekur? Dafina ndjeu gjakun t'i ngrinte. Makina të huaja në rrugën time, telefonata pas zë në mes të natës. Ata duan të më friksojnë që të hesht. Arbërit ju kujtua makina e zezë e natës së kaluar. Dafina, mendoj se nuk po bëhemi paranojak. Çfarë sugjeroni të bëjmë? Pyeti Flutura. Petriti mori frym thellë. Duhet të veprojmë shpejt. Përpara se ata të gjejnë një mënyrë për të na heshtur ose për të shkatëruar provat. Një auditore të pavarur në kryeqytet dik që ka punuar tashmë në raste të korrupsionit korporativ. Nëse arrim t'ia paraqesim të gjitha asaj. Kjo është e rrezikshme, tha Dafina. Nëse ata janë të gatshëm të ndjekin njerëz të friksojnë. Atëherë cila është alternativa? Pyeti Arbëri. Të dorëzohemi dhe t'i lëm ata të vazhdojnë të shkatërrojnë jetë? Që viktima e radhës të jetë një tjetër adoleshente si Aulona? Grupi mbeti në heshtje, secili duke procesuar për masat e asaj me të cilën po përballeshin. Nuk bëhej fjalë më vetëm për punë të humbura apo procedura të dyshimta. Bëhej fjalë për një sistem që abuzonte me pushtetin për të heshtur njerëzit e ndershëm dhe për të shfrytëzuar të pambrojturit. Unë votoj që të ecim përpara, tha Dafina përfundimisht. Por duhet të jemi inteligjent. Kemi nevojë për një plan. Pajtohem, tha Flutura. Petrit, a mund ta kontaktosh auditoren tënde? Mundem. Por ajo do të doj të shoh prova bindëse përpara se të rrezikoj. Kemi prova, Arbëri tregoi pirgjet e dokumenteve rreth dhomës. Problemi është t'i organizojmë në një mënyrë bindëse. Dhe të sigurohemi që të bien në duart e duhura, shtoi Dafina. Petriti hezitoi për një moment. Ka edhe diçka tjetër që duhet të dini. Dje mora një telefonat nga dikush që më ofronte para që të rimendoja veprimet e mia shumë para. Dhe? I refuzova, sigurisht. Por kjo do të thotë se ata kanë burime të konsiderueshme dhe janë të gatshëm t'i përdorin. Nëse korruptimi nuk funksionon. Ai nuk pati nevojë ta përfundonte fjalin. Të gjithë e kuptuan implikimin. Atëherë kjo është, tha Flutura, duke u ngritur. Nuk kemi më luksin e kohës. Ose veprojmë tani, ose humbasim shansin ton. Kur? Pyeti Arbëri. Nesër mbrëma. Petriti do të organizojë një takim me auditoren. Do të përgatisim të gjitha provat në një paket koherente dhe të pakundërshtueshme. Ndërsa po përgatiteshin të largoheshin, Dafina vuri re një makinë të njohur të ndaluar në anën tjetër të rrugës. I njëjti sedan i zi i natës së kaluar. Njerëz, tha ajo me zë të ulët, mendoj se mbledhja jone sotme nuk kaloi pa u vënë re. Të gjithë shikuan në drejtimin që ajo tregonte. Makina ishte aty, e palvizur, me 2 silueta të dukshme brenda. Ata po bëhen shumë të dukshëm, vëzhgoi Arbëri. Ndoshta është friksim psikologjik. Ose ndoshta nuk u intereson më të jenë diskret, tha Petriti me zymtësi. Gjë që mund të thotë se po përgatiten për një veprim më direkt. Flutura mbylli me kujdes zyrën. Do të dalim së bashku. Dhe askush nuk do të shkojë në shtëpi vetëm sonte. Ndërsa ecnin nëpër rrugë, sedani i ndoqi në një distancë të respektueshme. Nuk ishte më pyetja nëse po vëzhgoheshin. Pyetja tani ishte se çfarë po planifikonin të bënin vëzhguesit e tyre. Arbër, përshpëriti Dafina ndërsa ecnin, a mendon ende se po bëjmë gjën e duhur? Ai shtrëngoi dorën e saj. Mendoj se nuk kemi zgjedhje. Disa betejë duhet t'i luftosh, edhe kur nuk je i sigurt që do të fitosh. Dhe nëse humbasim, të paktën do të humbasim duke u përpjekur të bëjmë atë që është e drejtë. Kjo duhet të vlejë për diçka. Dafina buzëqeshi, pavarësisht frikës që ndjente. Ti e di që të dua, apo jo? Edhe unë të dua, u përgjigj ai. Dhe prandaj do ta fitojmë këtë. Njerëzit që luftojnë për dashurinë gjithmonë gjejnë një mënyrë. Pas tyre, sedani i zi vazhdoi t'i ndiqte si një kujtesë e zymt se betejë sapo kishte filluar. Mëngjesi tjetër solli lajme shkatërruese. Petriti i telefonoi Fluturës në orën 6 të mëngjesit me zërin e tensionuar dhe urgjent. Ata hynë me forcë në apartamentin tim gjatë natës. Morën gjithçka.
Të gjitha dokumentet fizike, kompjuterin tim, madje edhe disjet e mia të sigurisë. Flutura ndjeu stomakun ti ulej. Ti ishe në shtëpi? Jo. Fjetat e shtëpia e një shoku sepse kisha frikë. Ishte një vendim i mirë, siç duket. Një orë më vonë, të katërt u mblodhën te kafja e sheshit. Petriti duke i dërmuar 10 vjet më i vjetër se një natë më parë. Si e ditën saktësisht ku të kërkonin, pyeti Arbëri. Dokumentet e tua ishin në një kasafort, apo jo? Ishin. Dhe ata shkuan direkt atje. E dinin saktësisht çfarë të kërkonin. Dafina ndjeu një rëqethje. Petrit, a i tregove dikujt tjetër për hetimin ton? Përveç Arjanit? Jo. Vetëm juve. A i hezitoi. Dhe vajzës sime, Aulonës. Ajo e dinte që po mblidhja prova. Vajza jote nuk do t'i tregonte askujt, apo jo, pyeti Flutura. Jo qëllimisht. Por, Petriti mbuloi fytyrën me duar. Dje ajo përmendi se Lulieta, një shoqe e shkollës, e pyeti për aktivitetin tim të ri. Si e mori vesh ajo? Kush tjetër po na kushton vëmendje? Arbëri dhe Dafina shikuan njëri tjetrin. Rjeti i vëzhgimit ishte më i madh se sa e kishin imagjinuar. Duhet të supozojmë se ata din gjithçka, tha Dafina. Hetimin ton, takimet tona, planet tona. Atëherë çfarë bëjmë? Pyeti Petriti. Flutura mori frym thellë. Ndryshojmë planin. Në vend që të presim deri nesër mbrëma, do të shkojmë tani. Sot. Kam ende kopje të dokumenteve më të rëndësishme në zyrën time. Po sikur të kenë hyrë edhe në zyrën tënde? Ka vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Kur mbërritën të zyra e Fluturës, e gjetën derën të hapur me forcë dhe vendin plotësisht të kthyer përmbys. Sirtar të hapur, dosje të shpërndara, kompjuteri i zhdukur. O Zot, mërmëriti Dafina. Flutura nxitoi te një sirtar specifik pas tavolinës së saj. Janë ende këtu, tha ajo e lehtësuar, duke nxjerrë disa dosje nga një vend i fshehur. Kopjet më të rëndësishme. Të paktën kjo. Kjo do të thotë se ata nuk din për këtë vend të fshehtë, vëzhgoi Arbëri. Ose din dhe i lanë qëllimisht që t'i gjenim për të na dhënë një ndjenjë të re me sigurie, tha Petriti pesimist. Sidoqoftë, kjo është ajo që kemi, tha Flutura. Do t'i telefonoj auditores tani. Do të caktojmë takimin për sot pasdite në Tiranë. Takimi u caktua për në orën 3 të pasdites në një zyrë në kryeqytet, një orë udhëtim nga Elbasani. Auditoria, Vjolca Hoxha, ishte një grua serioze rreth të 45-atave me një reputacion të patëmet në rastet e korrupsionit korporativ. Gjatë rrugës me makinë, grupi ishte i tensionuar. Petriti drejtonte makinën duke kontrolluar vazhdimisht pasqyrat për të parë nëse po i ndiqnin. Dafina dhe Arbëri ndanin ndenjësen e pasme me dosjet e dokumenteve, ndërsa Flutura përsëriste në mendje pikat kryesore që duhej të paraqisnin. Vjolca, tha Flutura kur u pritën në zyrën elegante, faleminderit që na pritën në momentin e fundit. Flutura, ti tha se ishte urgjente. Dhe nga emrat e kompanive që përmende, imagjinoj se është. Vjolca bëri shenjë që të uleshin. Le të shkojmë direkt në temë. Çfarë keni zbuluar? 2 orët e ardhshme ishin intensive. Ata paraqitën gjithçka, devijimet financiare, regjistrat e ndryshuar të BNI-s, modelin sistematik të pushimeve nga puna të punonisëve me integritet, friksimet dhe kërcënimet. Vjolca ekzaminoi çdo dokument me kujdes, duke bërë pyetje specifike dhe shënime të detajuara. Shpreha e saj u bë progresivisht më serioze. Kjo është thelbësore, tha ajo përfundimisht. Shumë thelbësore. Po flasim për mashtrim në raste të shumta, manipulim të regjistrave zyrtar, ngacmim sistematik. Atëherë do të hetoni? Pyeti Dafina me shpresë. Vjolca hezitoi. Problemi është se kompanitë e përfshira kanë lidhje politike dhe ekonomike domethënëse. Një hetim i këtyre përmasave do të tërheqë shumë vëmendje. Do të më duhet miratimi i eprorëve të mi. Sa kohë do të marrë kjo? Pyeti Arbëri. Disa ditë. Ndoshta një javë. Një javë? Petriti u përkul përpara. Vjolca, ata tashmë kanë hyrë në shtëpitë tona. Po na ndjekin. Nëse presim një javë, ata do të gjejnë një mënyrë për të na heshtur përfundimisht.
E kuptoj urgjencën, por proceset ligjore kanë kohën e tyre. Nuk mundem thjesht. Mund të hetoni në mënyrë jo formale e ndërpreu flutura. Të dërgoni auditor për të verifikuar regjistrat përpara se të ndryshohen ose të shkatërohen? Vjollca Pshertiu. Ndoshta. Më lini të bisedoj me disa kontakte. Do të jap një përgjigje deri nesër. Gjatë rrugës së kthimit, disponimi në makinë ishte i zymë. Ajo nuk do të bëj asgjë, tha Petriti i hidhëruar. I pat hezitimet e saj kur përmenda lidhjet politike? Ajo vetëm po tregon kujdes, u përpoq ta mbronte flutura. Ose ka frikë, shtoi Arbëri. Dhe nëse ajo ka frikë, imagjinoni ne. Dafina ishte e heshtur duke parë nga dritarja. Kur u kthyen në qytet, ajo më në fund foli. Arbër, a mund të bisedojmë privatisht? Ata u ndan nga grupi në qendër të qytetit. Dafina ishte qartësisht e agjituar duke ecur nga njëra anë në tjetrën në shesh. Dafina, çfarë ka? Nuk mundem më, Arbër. Kjo po bëhet shumë e rrezikshme. Për çfarë po flet? Sot në mëngjes, kur mbërrita në punë, Teuta më kërkoi. Ajo tha se kishte marrë një telefonat anonime mbrëm, dikush pyeste për mua. Donin të dinin ku banoj, nëse kam familje në qytet, nëse kam ndonjë vulnerabilitet. Arbëri ndjeu një val zemërimi. Ata po përpiqen të gjejnë mënyra për të bërë presion. Saktësisht. Dhe ja dolën. Dafina ndaloi së ecuri. Arbër, kam një gjendje mjekësore që kërkon medikamente të shtrenjta. Nëse humbas punën, nuk do të mund t'i paguaj. Dhe nëse nuk mund t'i paguaj, Dafina, do të gjejmë një mënyrë. Si, shpërtheu ajo. Ti je i pa punë. Petriti po ndiqet. Flutura humbi gjysmën e klientëve të saj. Dhe tani zbulojmë se njerëzit me të cilët po përballemi kanë burime për të hyrë në shtëpi, për të korruptuar punonjës, dhe Zoti e di se çfarë tjetër. Arbëri u përpoq të afrohej, por ajo u tërhoq. Ndoshta duhet të ndalojmë, tha ajo ulët. Ndoshta duhet të pranojmë se disa betejë janë shumë të mëdha për njerëz si ne. Njerëz si ne? Arbëri nuk po u besonte veshëve për atë që po dëgjonte. Dafina, njerëz si ne kanë ndryshuar botën. Njerëz të zakonshëm që vendosen të mos pranonin të papranueshmen. Dhe njerëz si ne janë edhe ata që vuajnë më shumë kur përballen me sisteme shumë të fuqishme. Lotët filluan t'i rridhnin në përfytyrë. Arbër, të dua. Por kam frikë se nëse vazhdojmë këtë, do të humbasim jo vetëm betejën, por edhe njëri tjetrin. Arbëri ndjeu sikur po shite diçka të çmuar të coptohej. Pra kjo është. Do të heqësh dorë nga gjithçka që besuam? Nuk është të heqësh dorë. Është të jesh realiste. Është të jesh frikacake. Fjalët dolën më të ashpra se sa Arbëri kishte planifikuar. Dafina u tërhoq sikur të kishte marrë një shupllak. Ndoshta jam frikacake, tha ajo me zë të mbytur. Por të paktën jam një frikacake e gjallë. Ajo u kthye dhe u largua, duke e lënë Arbërin vetëm në shesh. Atë natë, Arbëri nuk mundi të flinte. Mbeti duke menduar për bisedën me Dafinën, për fjalët e ashpra që i kishte thënë, për dhimbjen në fytyrën e saj kur ai e quajti frikacake. Në mëngjes vendosi ta kërkonte. Por kur telefonoi në bashki, i thanë se ajo kishte kërkuar disa ditë leje mjekësore. Arbër? Zëri i fluturës në telefon ishte i tensionuar. Duhet të vish këtu. Tani. Çfarë ka ndodhur? Vjollca telefonoi. Ajo nuk do të hetoj. Tha se pas një rishikimi më të kujdesshëm, nuk ka prova të mjaftueshme për të justifikuar një hetim formal. Si do të thotë? Ajo i pa dokumentet. Siç duket, dikush i ka telefonuar zyrës së saj mbrëm. Dikush shumë me ndikim. Arbëri mbylli syt, duke ndier peshën e disfatës. Atëherë humbëm. Ende jo, tha flutura me vendosmëri. Petriti arriti të kontaktonte me një organizatë kombëtare për luftën kundër korrupsionit. Ata janë të interesuar për rastin. Por kanë nevojë për më shumë prova dhe kanë nevojë për to shpejt. Çfarë lloj provash? Regjistra origjinal nga sistemet e brendshme të kompanisë. Petriti mendon se mund të hyjë në sistemin qendror të holdingut në distancë, por vetëm për disa minuta përpara se të zbulohet. Arbëri hezitoi. Kjo është ndërhyrje në sistem.
është krim. Arbër, ata hynë në shtëpit tona, na kërcënuan, korruptuan autoritetet. Ende jemi të shqetësuar për ligjshmërinë? Po Dafina. A e di ajo këtë? Nuk arrita të flas me të. A mund ta bindësh të kthehet? Arbëri mendoi për bisedën e natës së kaluar, për dhimbjen në fytyrën e Dafinës. Nuk e di. Ajo ka frikë. Dhe ndoshta ka të drejtë që ka frikë. Arbër, pa Dafinën, e humbasim avantazhin ton. Ajo është e vetmja kontabiliste e grupit. Kemi nevojë për të që të organizoj të dhënat financiare në atë mënyrë që të jetë bindëse për hetuesit. Po sikur ajo të mos doj të kthehet. Flutura qëndroi e heshtur për një moment. Atëherë do të na duhet të gjejmë një mënyrë për ta fituar këtë patë. Edhe nëse kjo do të thotë të ndërmarrim rreziqe edhe më të mëdha. Arbëri shikoi nga dritarja qytetin që ishte bërë një fushbetejë e padukshme. Diku atje jashtë, Dafina po luftonte me frikërat e veta. Diku tjetër, njerëz të fuqishëm po planifikonin se si t'i heshnin ata përfundimisht. Flutura, tha ai përfundimisht, cakto mbledhjen me Petritin. Do ta bëjmë këtë. Me ose pa Dafinën, do ta përfundojmë atë që nisëm. Por edhe duke e thënë këtë, Arbëri e dinte se pa Dafinën, ai kishte humbur më shumë se një aleate. Kishte humbur personin që e bënte të besonte se luftimi ja vlente. Pyetja tani nuk ishte vetëm nëse do të arritnin të ekspozonin korrupsionin. Ishte nëse do të arritnin ta bënin këtë përpara se sistemi me të cilin po përballeshin t'i shkatëronte ata plotësisht. 3 ditë pas diskutimit në shesh, Arbëri ishte në zyrën e Fluturës duke përgatitur operacionin final kur dëgjoi hapa të njohur në shkallë. Zemra i rahu shpejt kur pa Dafinën të shfaqej në derë, e zbet por e vendosur. Mund të hyj? Pyeti ajo me hezitim. Sigurisht, tha Flutura shpejt. Pikërisht po. Petrit, mund të na lësh disa minuta, e ndërpreu Arbëri, duke parë drejt për drejt Dafinën. Kur mbetën vetëm, heshtja u zgjat për një kohë që u duk e pafundme. Më vjen shumë keq, tha Dafina përfundimisht. Sepse u largova, sepse dyshova. Jo, e ndërpreu Arbëri. Mua më vjen shumë keq. Nuk duhet të të quaja frikacake. Ti nuk je frikacake, Dafina. Je njerëzore. Ke frikë, siç duhet të kemi të gjithë. I kalova 3 ditët e fundit duke menduar, ajo u afrua ngadalë. Në shtëpi, duke marrë medikamentet, duke kujtuar pse kam nevojë për këtë punë, për këtë stabilitet. Ajo ndaloi përpara tij. Dhe kuptova se asgjë nga këto nuk do të ketë rëndësi nëse nuk bëjmë asgjë. Ata do të vazhdojnë të shkatërrojnë jetë, Arbër. Dhe herët avon do të arrinte unë sidoqoftë. Arbëri i mori duart asaj. Je e sigurt? Sepse nëse kthehemi tani, do të jetë edhe më rrezikshme se më parë. Jam e sigurt. Por me një kusht. Cilin? E bëjmë këtë bashkë. Deri në fund. Pa zënka, pa fjalë të ashpra, pa hequr dorë nga njëri tjetri kur gjërat të bëhen të vështira. Premtoi, Arbëri e puthi butësisht. Përgjithmonë. Përgjithmonë, përshpëriti ajo mbrapsht. Flutura dhe Petriti u kthyen në zyrë dhe i gjetën të dy duke rishikuar dokumentet së bashku, kokat e tyre pranë njëra tjetrës, duke punuar në harmoni. Mirë se u ktheve, ju të dy, tha Flutura me një buzëqeshje. Sepse do të kemi nevojë për gjithë ndihmën e mundshme. Dafina ngriti sytë. Çfarë ka ndryshuar në ditët e fundit? Organizata kombëtare kundër korrupsionit dërgoi një hetuese, shpjegoi Petriti. Ajo vjen nesër. Por dëshiron të shoh prova të organizuara në mënyrë profesionale dhe bindëse. Dhe kemi vetëm sot për të përgatitur gjithçka, shtoi Flutura. Dafina pohoi me kokë e vendosur. Atëherë le të punojmë. 16 orët e ardhshme ishin më intensive të jetës së tyre. Dafina riorganizoi të gjitha të dhënat financiare, duke krijuar grafik të qartë që tregonin modelet e devijimit. Arbëri montoi një linjë kohore të detajuar duke lidhur ngjarjet, pushimet nga puna dhe parregullësitë. Flutura përgatiti dosje individuale për çdo viktim të sistemit. Petriti arriti të hynte në distancë në sistemin qendror të holdingut për saktësisht 8 minuta përpara se të zbulohej, por ishte kohë e mjaftueshme për të shkarkuar regjistra financiar vendimtar që konfirmonin gjithçka që kishin zbuluar. Shikoni këtë, tha Petriti, duke printuar faqe pas faqeje të dhënash.
Regjistra të transfertave bankare që tregojnë saktësisht se ku po shkonin paratë e devijuara. Llogari offshore, kompani fantazm, llogari personale të ekzekutivëve. Dafina ekzaminoi numrat, sytë e saj u ndriçuan. Petrit, kjo është flori i pastër. Me këto regjistra mund të provoj jo vetëm që ka pasur devijim, por sa është devijuar dhe saktësisht kush ka përfituar. Për sa po flasim, pyeti Arbery. Për 3 vitet e fundit, rreth 8 milion në devijime direkte. Dhe kjo është vetëm ajo që arritëm të dokumentonim. Flutura pohoi me kokë seriozisht. Dhe sa jetë të shkatëruara për të mbajtur këtë skem në punë? 62 pushime nga puna të dokumentuara për probleme sjelljeje në 2 vitet e fundit, lexoi Arbery nga shënimet e tij. Plus raste të panumërta të ngacmimeve, frikësimeve dhe manipulimeve. Mëngjesin tjetër, ata u drejtuan për në kryeqytet për të takuar hetuesen kombëtare, Liridona Berishën. Ishte një grua rreth të 50-tave, me flokë gri, sy depërtues dhe një reputacion se nuk tërhiqej kurrë nga një rast për shkak të presionit politik apo ekonomik. Ju e dini që po ngacmoni njerëz shumë të fuqishëm, tha ajo pasi ekzaminoi materialin për 2 orë. Njerëz që nuk do të hezitojnë të përdorin të gjitha burimet në dispozicion për t'u mbrojtur. E dim, tha Dafina. Por dim edhe se nëse nuk bëjmë asgjë, ata do të vazhdojnë të shkatërrojnë jetë të pafajshme. Dhe ju jeni të gatshëm të dëshmoni publikisht? Të përballeni me marrje në pyetje kundërshtuese? Të keni jetët tuaja personale të ekspozuara dhe të vëna në dyshim? Jemi, u përgjigj Arbery pa hezitim. Liridona studioi secilin prej tyre me kujdes. Shumë mirë. Do të hap hetimin. Por dua që të kuptoni, nga ky moment ju jeni në mbrojtje federale. Nuk mund të flisni për rastin me askën tjetër, nuk mund të ktheheni në aktivitetet tuaja normale sikur asgjë nuk po ndodh. Çfarë do të thotë kjo për punët tona? Pyeti Dafina. Do të thotë se do t'ju duhet të keni besim se sistemi ligjor mund të funksionojë kur njerëzit e duhur janë në krye. Ditët pasuese kaluan në një lloj harrese. Ata u vendosën në një hotel në Tiranë ndërsa Liridona organizonte ekipin e saj të hetuesve. Arbery dhe Dafina më në fund kishin kohë thjesht të qëndronin bashkë, pa presionin konstant të hetimit. A mendon se bëm gjën e duhur? Pyeti Dafina një natë, ndërsa ishin në balkonin e hotelit duke parë dritat e qytetit. Mendoj se bëm të vetmen gjë që mund të bënim dhe të mund të shinim veten në pasqyrë, u përgjigj Arbery. Po sikur të mos funksionoj? Nëse ata arrin të mbulojnë gjithçka, nëse hetuesit gjithashtu vjen në presion, atëherë të paktën u përpoqëm. Dhe të paktën e dim se jemi njerëz që nuk kalojnë drejt kur shohin pa drejtësi. Dafina buzëqeshi duke kujtuar fjalët që ai kishte thënë në parking, në atë që dukej një amshim më parë. Ti kur nuk kalon drejt, apo jo? Kur, konfirmoi ai duke e puthur butësisht. Një javë më vonë, Liridona i thiri në një mbledhje. Kemi gjithçka që na duhet, njoftoi ajo. Hetimi do të bëhet publik nga nesër. Urdhër arrestet janë lëshuar, llogaritë janë ngrirë, auditorët federal po shkojnë në të gjitha njësitë e holdingut. Po vetoni? Pyeti Arbery. Do të jetë një nga të parët që do të arrestohet. Bashkë me 16 njerëz të tjerë në pozicione menaxhimi dhe 3 ekzekutiv të holdingut. Petriti pshërtiu i lehtësuar. Po Aulona? Vajza ime? A do t'i duhet të dëshmoj? Nuk do të jetë e nevojshme. Gjetëm prova që shefi i saj i ka bërë të njëjtën gjë të paktën 6 punonisëve të tjera. Të gjitha tashmë kanë rënë dakord të dëshmojnë. Flutura u përkul përpara. Dhe çfarë ndodh me ne tani? Liridona buzëqeshi për herë të parë që kur u njohan. Tani ju ktheheni në jetët tuaja. Me disa ndryshime, sigurisht. Çfarë lloj ndryshimesh? Pyeti Dafina. Arbor, një kompani e teknologjisë etike në Tiranë, ka kontaktuar me mua. Ata janë të impresionuar me integritetin tënd dhe duan të ofrojnë një pozicion drejtues në pajtueshmëri dhe marrëdhënie njerëzore. Paga është 40% më e lartë se ajo që merrje në dyqan. Arbery mbeti pa fjalë. Dafina, qeveria bashkiake po krijon një departament të ri të përgjegjësisë sociale korporative. Duan dikë me përvojë në kontabilitet dhe guxim të provuar për të vënë në dyshim parregullsi. Pozicioni është i yti nëse dëshiron. Po Petriti? Pyeti Dafina.
Petriti do të punoj si konsulent i pavarur për organizatën tonë. Do të kemi nevojë për dikë me njohuri të sistemeve të brendshme për të rishikuar kompani të tjera të dyshimta. Po Flutura. Flutura do të jetë konsulentja jon lokale në burime njerëzore. Kompanitë e rajonit do të kenë nevojë për ndihmë për të zbatuar politika etike të BNI-s, pasi e gjithë kjo të bëhet publike. 6 muaj më vonë, Arbery dhe Dafina ishin përsëri në parkingun e supermarketit ku gjithçka kishte filluar. Rjeti kishte ndryshuar emrin dhe administrimin dhe tani kishte politika të qarta të mbrojtjes së punonjësve dhe transparencës financiare. A do të kishe kaluar drejt po ta dije ku do të çonte kjo? Pyeti Dafina, duke përsëritur bisedën e premisës origjinale. Arbery e shikoi atë, gruan guximtare dhe inteligjente që ishte bërë partnerja e tij në çdo sens, dhe buzëqeshi. Unë kur nuk kaloj drejt, tha ai. Dhe tani kemi gjithë jetën për të mos kaluar drejt së bashku. Përgjithmonë? Përgjithmonë. Ata u puthën në të njëjtin diell që kishte dëshmuar fillimin e gjithçkaje, duke e ditur se kishin provuar diçka të rëndësishme. Ndonjëherë gjithçka vërtet fillon me një zgjedhje. Një zgjedhje që duket e vogël, por që mund të ndryshojë gjithçka. Sepse bota nuk ndryshon menjëherë. Ajo ndryshon kur dikush vendos të bëjë atë që është e drejtë, edhe nëse kushton shtrenjtë. Dhe ndonjëherë, kur bën gjën e duhur për arsyet e duhura, universi konspiron për të shpërblyer në mënyra që kur nuk i ke imagjinuar të mundshme. 2 vjet më vonë, Arbery rregulloi kravatën me nervozizëm ndërsa shihej në pasqyrë. Ishte dita e dasmës së tij me Dafinën, dhe ai ende mezi po besonte se si jetët e tyre ishin transformuar që nga ajo ditë fatale në parking. Gati? Pyeti Iliri, i cili ishte bërë dëshmitari i tij i martesës. Djaloshi tani punonte në të njëjtën kompani teknologjie si Arbery, pasi më në fund gjeti guximin për të lënë punën toksike në dyqan. Më shumë se gati, buzëqeshi Arbery. Si janë gjërat andej? Dafina po shkëlqen. Flutura po e ndihmon me fustanin dhe Petriti erdhi me aulonën para pak minutash. Arbery pohoi me kokë, duke ndier një val mirënjohjeje. Aulona ishte bërë një ere konfidente dhe e fortë, duke studiuar administrim në universitet dhe duke bërë praktik në departamentin e ri të përgjegjësisë sociale që Dafina drejtonte. E gjithë familja ishte shëruar nga trauma, por kur nuk e harruan rëndësinë e luftimit kundër padrejtësive. Ceremonia ishte e thjeshtë por emocionuese, e mbajtur në të njëjtin shesh ku Arbery dhe Dafina kishin pasur aq shumë biseda të rëndësishme gjatë hetimit të tyre. Teuta ishte aty, tani e promovuar në drejtoresh kontabiliteti në bashki pasi parregullsitë u ekspozuan dhe u korrigjuan. Vjollca gjithashtu mori pjesë, duke u shpërblyer duke ndihmuar në hetimet pasuese që lindën nga rasti origjinal. Gjatë betimeve, Dafina i mbajti duart e Arberyt me forcë. Arber, tha ajo, duke parë drejt për drejt në sytë e tij, ti më mësove se guximi nuk është mungesa e frikës, por vendimi për të bërë atë që është e drejtë edhe kur kemi frikë. Premtoj të jem partnerja jote jo vetëm në jetë, por në të gjitha betejat e rëndësishme që ende kemi për të luftuar. Dafina, u përgjigj Arbery me zërin e mbytur nga emocioni, ti më tregove se forca e vërtet vjen nga njerëzit e zakonshëm që refuzojnë të pranojnë të papranueshmen. Premtoj të mos kaloj kur drejt kur ti të kesh nevojë për mua, dhe të mos të lë kur të luftosh e vetme. Duartrokitjet bën jehon në shesh kur ata u puthën, duke vulosur jo vetëm dashurinë e tyre, por angazhimin e tyre të përbashkët për drejtësinë. Gjatë pritjes, Liridona Berisha u afrua te nuset e rinj. Ju e dini që puna juaj pati ndikim shumë për te këtij qyteti, apo jo? Tha ajo me një buzëqeshje krenare. Si do të thotë? Pyeti Dafina. Modeli i hetimit që zhvilluam bazuar në rastin tuaj tashmë është përdorur në 15 rrethe të tjera. 10 skema të ngjashme u ekspozuan, qindra vende pune u mbrojtën, miliona në burime të devijuara u rikuperuan. Arbery dhe Dafina shikuan njëri tjetrin, të impresionuar. Por më e rëndësishmja, vazhdoi Liridona, ju provuat se njerëzit e zakonshëm mund të bëjnë diferencë të jashtëzakonshme kur vendosin të mos qëndrojnë në heshtje. Më vonë atë natë, kur festa kishte përfunduar dhe të ftuarit ishin larguar, Arbery dhe Dafina ecnin në përsheshin e ndriçuar nga drita e hënës. E mban mend kur the se ndoshta disa betejë ishin shumë të mëdha për njerëz si ne? Pyeti Arbery butësisht. E mbaj mend. Dhe e kisha gabim. Dafina buzëqeshi. Zbulova se nuk ekziston betejë shumë e madhe kur ke njerëzit e duhur duke luftuar në krahun tënd.
Dhe kur beson se të bësh gjën e duhur vlen më shumë se të qëndrosh i sigurt. Ata ndaluan në stolin ku ishin ulur aq shumë herë gjatë hetimeve të tyre, tani si burr e grua, duke parë drejt së ardhmes. Cila do të jetë kauza jonë e radhës? Pyeti Dafina duke bërë shaka. Gjithmonë ka diçka, apo jo? Arbery qeshi. Javën e kaluar mora një telefonat nga një punonjës i kompanisë së ujësjellësit të qytetit fqinj. Siç duket, ka disa parregullsi të dyshimta në raportet e cilësisë. Arber. Shaka. Mirë pak a shumë. Dafina tundi kokën duke buzëqeshur. Ti vërtet kur nuk do të ndryshosh, apo jo? Shpresoj që jo. Po ti? Kur? Ne jemi njerëz që nuk kalojnë drejt, e mban mend? Është natyra jonë. 5 vjet më vonë, Departamenti i Përgjegjësisë Sociale Korporative i drejtuar nga Dafina ishte bërë model kombëtar. Arbery ishte promovuar në drejtor të etikës sipërmarrëse në kompaninë e tij dhe rregullisht jepte leksione për integritetin në ambientin e punës. Petriti punonte si auditor i pavarur i specializuar në zbulimin e korrupsionit sistemik. Flutura kishte hapur kompaninë e saj të konsulencës, duke ndihmuar organizatat të zbatonin politika të drejta të burimeve njerëzore. Por më e rëndësishme se sukseset e tyre profesionale ishte ndryshimi që kishin frymëzuar në komunitetin e tyre. Qyteti ishte bërë i njohur për tolerancën zero ndaj korrupsionit dhe për mbrojtjen e punonjësve që denonconin parregullsi. Të rinjt si Aulona rriteshin duke e ditur se integriteti vlerësohej, jo ndëshkohej. Në një pasdite të së dielës, Arbery dhe Dafina po shtynin karrocën e blerjeve në të njëjtin supermarket ku gjithçka kishte filluar kur pan një sken të njohur. Një grua e moshuar ishte penguar dhe rrëzuar. Blerjet e saj ishin shpërndarë nëpër tokë. Pa hezituar, ata u afruan për të ndihmuar. Por kur mbërritën atje, zbuluan se 3 njerëz të tjerë tashmë po ndihmonin, një adoleshent që po mblidhte blerjet, një nënë e re që po ofronte ujë dhe një punonjës i supermarketit që po verifikonte nëse zonja ishte lënduar. Duket se qyteti ynë ka mësuar disa leksione, vëzhgoi Dafina me kënaqësi. Ose ndoshta njerëzit gjithmonë kanë dashur të ndihmojnë, tha Arbery. Vetëm kishin nevojë të shihnin se nuk do të ndëshkoheshin sepse bënin gjën e duhur. Atë natë, ndërsa Arbery dhe Dafina po organizonin fotot e dasmës së tyre dhe të gjitha ngjarjeve të rëndësishme të viteve të fundit, Dafina gjeti një foto të grupit origjinal, ajo, Arbery, Flutura dhe Petriti, e bërë ditën kur i dorëzuan provat liridonës. Shiko pak se sa të rinj ishim, tha ajo, duke i treguar foton Arberyt. Ishim? Ende jemi të rinj. E di çfarë dua të them. Ishim aq naiv, duke menduar se do të mjaftonte të ekspozonim të vërtetën që gjithçka të zgjidhej. Dhe a nuk ishte kjo që ndodhi? Dafina qeshi. Ndodhi, por ishte vetëm fillimi. Ndryshimi i vërtet po ndodh çdo ditë, në çdo zgjedhje që bëjmë, në çdo person që frymëzojmë të mos qëndrojë në heshtje. Arbery e puthi në ball. Dhe a pendohesh për ndonjë gjë? Për asgjë. Madje as për ato ditë të vështira kur mendova se do të humbisja. Kur nuk do të më humbisje. Njerëzit si ne nuk heqin dorë nga njëri tjetri. Njerëz si ne? Arbery buzëqeshi duke përdorur frazën që ishte bërë një shaka e brendshme mes tyre. Njerëz që nuk kalojnë drejt. Njerëz që besojnë se të bësh gjën e duhur vlen çdo çmim. Njerëz që e dinë se bota ndryshon me një zgjedhje të guximshme në çdo kohë. Dafina u mbështet në krahët e tij, duke parë nga dritarja qytetin që kishin ndihmuar të transformonin. Dhe a e di çfarë është më e jashtëzakonshmja? Gjithçka filloi sepse ti zgjodhe të ndihmoje një të huaj të rrëzuar në parking. Dhe gjithçka vazhdon sepse zgjedhim çdo ditë të mos kalojmë drejt kur shohim diçka që nuk është në rregull. Ata qëndruan në heshtje për një moment duke menduar për të gjithë njerëzit që kishin prekur gjatë rrugës, të gjitha jetët që ishin mbrojtur ose përmirësuar për shkak të guximit të tyre fillestar. Arber, tha Dafina butësisht. Po. Faleminderit që kur nuk kalove drejt. Faleminderit që kur nuk më le të kaloj drejt i vetëm. Dhe kështu jetët e tyre u gërshetuan me historinë që ndryshoi një qytet të tërë, duke provuar se ndonjëherë heronjt nuk mbajnë pelerina dhe nuk kanë superfuqi. Ndonjëherë, ata janë thjesht njerëz të zakonshëm që marrin vendime të jashtëzakonshme, një zgjedhje të guximshme në çdo kohë.
Sepse kur zgjedh të bësh atë që është e drejtë, edhe nëse kushton shtrenjtë, universi ka një mënyrë misterioze për të shpërblyer guximin tënd me diçka edhe më të madhe se sa e ke imagjinuar ndonjëherë të mundshme. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arbërit dhe Dafinës të ketë prekur zemrat tuaja dhe t'ju ketë frymëzuar që kur të mos kaloni drejt përballë padrejtësisë. Ashtu si këta dy personazhe zbuluan, secili prej nesh ka fuqinë të bëjë ndryshimin kur zgjedhim guximin në vend të komoditetit. Nëse kjo histori rezonoi me ju, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton për më shumë rrëfime që festojnë forcën e shpirtit njerëzor. Lini pëlqimin tuaj nëse besoni se ja vlen të luftoni për atë që është e drejtë dhe na tregoni në komente për momentet në jetën tuaja kur zgjodhët të mos kalonit drejt. Së bashku, mund të krijojmë një komunitet njerëzish që besojnë se aktet e vogla të guximit mund të transformojnë botën. Shihemi në historinë e radhës.